flitet, ka informacione që është dol shohet urdhër arresti. Tom Doshi nuk është deputet, herë para do ta theksojmë. E ka dhënë dorëheqjen. Dha dorëheqjen. Ka dhënë dorëheqjen. Se ne edhe kur e dha dorëheqjen e kemi bërë këtë live. E kemi live. diskutuar. Kështu që në rastin e Tom Doshi ndryshon kryekëput nga rasti i zonjës Balluku, sepse në rastin e Tom Doshit një mas shtrënguese arrest, shtëpi ose arrest me burg e merr kollaj Spaku, kurse për Belindën duhet kërkoj ndërprerjen e mandatit nga Ka të bëjë me imunitetin kjo punë apo jo? Patjetër po. Apo kërkon dhe ndërprerjen? Detyrimi paraqitjes jo. Detyrimi paraqitje siç ja bën Berishës, që ata të marrin pa, nuk pyesin, pastaj hyri futin lojë Berisha gjykatën kushtetuese, që ti se bën dot sepse do t'i kërkosh kuvendin, jo. Spaku për detyrim paraqitje mund marri këdo të ndërprej udhimin, pra se ato u kapën tek pjesa e marrjes pasaportës që ky nuk fluturohet do t'i lirë. Pra detyrim paraqitje po, unë mund të fluturoj i lirë, sikur të ishte në Amerikë Berisha. Ajo që më bëri përshtypje sot, domethënë ishte konteksti i përplasjes Tom Doshit me Berishën, vetë Tom Doshi ktheu përgjigje quajti plagë gënjeshtar. Duke është një luftë në rrjete sociale, përpara kam pasur në parlament ata, ka pasur me zonjën Topalli, po dhe me Berishën ka pasur disa përplasje. Ka kohë që flitet për arrestimin e zotit Doshi, po? Flitet, por fakti edhe vetë zotit Doshi ishte në SPAK. Mos bëjmë dhe në si fallxhora, kupton? Jo, ishte në SPAK zotit Doshi. Para pak ditësh, po. Ironizoi aty me termin kolegët e Rion Veliajt. Nuk e kuptova dot, a ishte një mesazh simbolik, a duhet të jepte një mesazh, nuk arrita dot ta kuptoja dhe nuk e dëshifrova dot. Tom Doshi ka ftuar marrëdhënie edhe me Edi Ramën. Me Edi Ramën po. Për shkak disa përplasjeve ndryshme të kontingjentit që rrethohet nga Tom Doshi dhe kontingjentit që mban pastaj Rama bashkë me këtyre të tjerë, me këta të tjerët që ka përreth si ministra e zëvendës kryeministra. Një përplasje e fortë ka pasur me syre. Edhe ka qenë zoti Doshi herë pas here është ruajtur edhe nga kjo përplasje, por kjo nuk ka të bëjë fare me drejtësi. Besoj se zoti Doshi për një nga ato që hetohet për ndërhyrjen e sistemit drejtësisë që ka të bëjë me përgjigjet që u bën për gjykatën kushtetuese. Një çështje nëse shkon ajo, ose se di tani se s'po marrim vesh më. Se për tjetër shkon atje, për tjetër akuzohesh ose hetohesh. Tjetër të del aty, për çfarë vetë ti, për çfarë të nxjerrin ata. Një shqetësim që është bër, ka qenë kjo pjesa e me pajisjen e famshme, po. Jo, për shkak Sky Encros, që gja është lobuar që kjo gjëja të mos të revokohet nga gjykata kushtetuese, që provat e Sky Encros të quhen prova legjitime. Ato do dolën që mbaroi muhabeti pastaj, se u dha vendimi. Nuk kishte lidhje për vendimin, kishte lidhje me interpretimin që do bënin anëtarët e gjykatës kushtetuese përmes lidhjeve të kontingjentit ose të segmenteve ndryshëm. Në qoftë se ajo binte, kishte një çështje që bini unison, se ishte vendimi i gjykatës Strasburgut ai edhe thjesht e aprovuan. Besoj që s'kemi më çfarë. Jo, vetëm thjesht desha thoja që thuhet që është dhënë një urdhër, është lishuar një urdhër arresti nga prokuroria që pritet të zbatet. Thuhet, por unë jam skeptik derisa të ndodhi, se mos ta bëjmë ta thash deri si puna fallxhorëve. Unë as për Tom Doshin që krahasu me ca tjerë lë për dëshiruar në aspektin politik, një figurë politike, nuk më bëhet qefi që shkon në burg. As për Belindën nuk më bëhet qefi që shkon në burg, as për Ahmetaj, as për Berishën, as për Metën, që ndoshta e urrenin 80% e shqiptarëve. Unë mendoj se shqiptarët, as për Ramën nesër pas nesër nëse shkon në burg, zotja di më. Por nuk më bëhet qefi sepse unë mendoj se ërmaj se shqiptarët kanë jo vetëm mundësinë, po kanë të gjithë investimin që është bërë deri më sot, gjithë jetën e tyre, kanë të gjithë kapacitetin ose mundësinë të meritojnë njerëz më të mirë që t'i përfaqësojnë. Mos t'jenë tuf hajdutësh, batakçin, ignorantësh dhe hajvanësh e maskarensh, që kryesisht i kanë parë si portofol taksat e shqiptarëve për të gostitur klientët për rreth saj ose miqtë e tyre dhe veten e tyre, dhe kur nuk e kanë parë për të bërë gjëra që ky vend kaq i vogël me 1 milion pasurish kombëtare në të gjitha format, edhe me prona apo me bregdete, me male,
të përfundojnë në pikën ku shqiptar pjesa më e madhe të vuajnë për bukën e gojës, pavarësisht se vdes njëri për bukë si thotë Rama. O Anëri, e di si më tha një njeri, tha Bregdetin e kanë marrë, tha poruni Bregdetin e morën, tha poruni mos u marrin malit, tha se Bregdetin fillon pra tani. Po Bregdetin e morën, tha. Po i thot pra atyre të Kryet Bashkiake nxitoni çik tani se kanë ardhur ofertat e ju jeni mrapa me hartat. Do i bëjë një thirrje të lëshikuzve edhe ta mbyllim? Po, patjetër. Dashur miq, miq dhe armiq, dashamirës dhe jo dashamirës, her pas here do të lidhemi për ngjarjet më të fundit. Besoj se këto ditë do zhvillohen goxha. Besoj se këto ditë do ketë zhvillime të reja dhe për betejat politike që do të plasin Partinë Socialiste, unë jam i sigurt se në Partinë Socialiste do ketë një front të ri të shpallur, jo të shpallur zyrtarisht, po do shpallet me veprime ose veprimtari politike që të tekin ky kandidati tjetër i akuzuar nga SPAK, që është zonja Belinda Balluku, sipas luftës se kemi më datë 31 tetor normal për një javë, nisur nga sot. Kemi edhe gjyqin e gjykatës kushtetuese, vendimin e gjykatës kushtetuese për shkak të shkarkimit të zotit Veliaj. Dhe ky është debat tjetër, ajo ka qenë vetë pesë bashkitë e tjera që janë do kalojnë në zgjedhje, pa ajo është zhvillim. Zhvillim, po, patjetër, por unë besoj se interes publik do ketë si do zhvillojnë ngjarjet për zonën Balluku, a do të ketë arrestuar të tjerë nga SPAK-u dhe çfarë do përgjigje do marrë gjykata kushtetuese. Besoj se gjatë këtyre ditëve do kemi zhvillime të rëndësishme politik, kështu që